solamente uno ma 3 pianoforti per te. Hai visto? Che bello. Bellissimo. Come stai? Bene, bene. Ti ricordi il primo giorno come hai cominciato questo viaggio artistico? Tremendo. 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 Ansia, paura, adesso ritrovarmi qui, wow, wow. Com'è la tua prima serata senza Fortunato? Ecco, questa è un'altra domanda. È un'altra domanda deleteria. La salutiamo, Fortunato, la salutiamo. Guarda, ti racconto una piccola cosa. Vai. Ci siamo scritti prima e mi ha detto fammi un saluto, mi ha detto mentre canti. E l'ultimo l'hai fatto per lui? L'ho fatto per lui. È il vostro codice, shkodi tyre di komunikimit. Ciao, Ciao Fortunato. Adi, si do duk Salvatore sot në formë? Përpara se të dilnim në skenë, Prima di entrare nel palco? ndërkohë që flisnim me Trojin për punën e çfarë do të ndodhi natën finale jashtë programit në një klub që të këndojnë të tërë, të bëhet një qejf i madh që ndodh me programet e natyre, Salvatore kuptoi shqipen, do më thënë tash ti ke filluar të kuptosh, tha me intuit dhe nga pikpamja melodike e gjuhës. Dhe pastaj ai bëri një vlerësim për shqiptarët, tha, shqiptarët janë shumë inteligjentë se marrin gjërat më të mirat italianëve jo më të këqija. Kam një pyetje për ty, Salvatore. Kënga kishte, jam shumë i kënaqur që ishte kënga e parë. Mund të vendoset një stek edhe ndryshe në një program, edhe në këtë formë. Dhe mendoj që i ka shërbyer programit sotëm performanca jote. Po ajo mu duk për herë të parë ti sikur e kishe hequr shqetësimin dhe problemin e brendshëm të mirëvendosjes në skenë dhe ke dhënë një performancë ku kishte dramaticitetin e dur, teatralitetin e dur, përveç kontrollit, po thuaj të plot të gjithë këngës nga fillimi deri në fund. Pyetja në këtë rast që shtroj unë për ty është, cila ishte the driving force, ajo fuqia, forca justifikuese për këtë performancën e sotshme? Çfarë kishe ti? Është për të më dhënë një shpjegim, pse ndodhi kjo që ndodhi sot? Sì, avevo, diciamo, un mix di pensieri, venendo giustamente da uno showdown, in più Fortunato, in più la lontananza con i miei cari. Un mix di cose. Con oggi mi sono sfogato. Sot u shpryva. Infatti penso di aver anche un po' esagerato, però sono contento. Po jam i kënaqur. Kam një përshtypje që dhe egzagjerimi në qoftë se ka qenë, ishte i mirë studiuar dhe me masën e dur. Me qëra fjala. Fortunato, ti vogliamo molto bene. Davvero. Arilena, je kënaqur? Më duhet të them sonte performancë finaleje. Më pëlqen shumë shtrija jote vokale, ishte atë ku duhet, teknikisht ke qenë top, edhe egzagjerimi ishte shumë i bukur. Sot e pëlqej, e miratoj, e konfirmoj, ishte mirë. Grazie. Ti Golden Lady të pash në një xhirim ekskluziv, një backstage, ishe në një pishinë, ajër të gjysnin të ngrinin, çfarë bëje në ato vende? Keni parë xhirime ekskluzive? Po, kemi patur xhirime ekskluzive, i kemi patur në përduar, i pam para se t'i shohim të tjerët. Çfarë bëje unë mbytesha? Po kush të shpëtonte? Po kisha kështu professional divers që kujdeseshin për mua, se unë kam pak fobi ujin dhe kështu nuk notoj dhe aq mirë, dhe si duket më testojnë gjithmonë me fobitë e mia në çdo lloj spoti apo klipi, dhe në këtë klip, në projektin tim më të rëndësishëm që kam bërë deri më sot, e fillojmë duke u mbytur në ujë. Ti mund të zhytesh, po nuk mbytesh kur. Unë një gjë thash, më duhet të mbri nesër një X-Factor, kështu që të lutem nuk është dita ime sot që të mbytem. Dëgjoj, kur del kënga njerë? Del në gjysmë të prillit, mendohet. Ka një titull, ka një fabull që ta dimë përpara, po s'themi asgjë. Jo, nuk flas dot. Nuk flet dot, mirë. S'jam autorizuar. Ta bëjmë siç duhet promon hapësapi me strategji, jo kështu. Po pra dhe Arsa u përgjigja pas ke parë videot. Jo, videos e kam parë, po mora vetëm një kështu një shije të vogël dhe u kënaqa shumë. Edhe Sonit i ka ecur shumë mirë kënga e re. Ti Zerka do prodhosh diçka në kohën e këtyre 4 javëve, se X Factor i sjell gjithmonë një frymëzim në karrierën e artistëve, gjithmonë. Do të një hit i bukur, do të një këngë e bukur. Është vërtet. Soni, çfarë do më thuash për I Put a Spell on You?
Jo, duke uruar në radhë të parë Rilenën për këtë projekt shumë të rëndësishëm, se na ra në duar të gjithëve. Vërtet i të uroj shumë suksese dhe të na bësh krenar gjithëve me zor për presë edhe unë. Kur të më mua në dorë, ajo që dua ta shoh patjetër dhe si gazetar kulture. Ty të karëm një pari. Po mirë, me ty e kam shirë të parë. E ke ndarë me mua, po jo... Fali s'o bë mua bet backstage kë. Po këto janë ngjarjet jashtëzakonshme, sepse tregove shumë pak për një gjë shumë të madhe që do jetë në vim, prandaj. Salvatore është si në ato garat e makinave që vjen afër finishit dhe gjithmonë i futet ai marshi i fundit për të arritur gjithmonë fitore. Dua të them që nuk paska këngë në anglisht që ndoshta nuk i shqipton mirë Salvatore, paska këngë që ndoshta nuk i pëlqen, por kjo duke që ishte një këngë që ti e doje shumë dhe bëre një magji me zërin tënd këtu në skenë. Grazie. Zerka? Kesh këlqyer. Patjetër. Atë që pash te Salvatore është pash një vetë besim, pas një Salvatore që pas atij javës së kaluar që ishte në showdown, edhe ka ardhur me një lloj energjie, me një grind tamam artistik, me një grind artisti të vërtet, sepse ai është një artist i vërtet, e shoh gjithmonë, sepse ja jep materialin dhe e bën ashtu si di vet ai. Dhe atë që shoh te Salvatore ka atë stilin e vet që gjithmonë e merr këngën, jepi çfarë do lloj rrymë e nxjerr Salvatore si Salvatore. Dhe kjo ka qenë në këngët anglisht, kjo ka qenë një nga performancat më të mira të Salvatore. Të lutem Zerka, bëhen nga këngë, këngë. 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 Po ku e di unë se si më duket këngë? Këngë. Sikur e forcoj veten, këngë. Këngë. Shiko, mua s'më duket sikur e them ashtu, por nesër. Një këngë thua ti. Një këngë. Po s'ka gjë, është dialekt shumë i bukur. S'ka gjë. Jo, s'kemi pikët, kemi votat. Votat tuaja numërohen nga të gjithë sonte me shumë kujdes. Si që janë numëruar çdo natë, në fakt, po sot është natë e rëndësishme se nga top 5 kemi 4 gjysmëfinalistët që shpallen sonte, Prandaj ju lutem kodin e keni këtu, votoni Salvatore nëse mendoni që ai është një talent që meriton të vijojë rrugën edhe më gjatë. Talent. Grazie. Faleminderit. Tuaj faleminderit. Faleminderit. Bravo. Vaj.